Për gjithë ato që thënë një po rriti ky pensionet, rriti rrogat, rriti mthet thash gjona që në këtë kënë tjetër po rriten çmimet në nuk i dilet. Po pse? Qyri kjo mune, pse si di unë gjonat si funksionojnë që e thuër. Përveç rritës këtyne që sa po thash, ne do bëjmë në ullet çmimesh. Për shembull, ato çumçakizat turbo që janë me ato njëcet e makinave nga 200 lek, do t'i bëjmë 199 lek për kalamojt. Që të shije në ato, mos t'i majnë lekët në qef me aty, ke markat e kursimit, ke dërkucat, ose në për aspiratora, në për gjona. Qarkulloj leku, pufat, nga 300 lek, do t'i bëjmë 280 lek. Gjithashtu do bi çmimi i cibukve me erza, në plus do shtojmë erzat këqesje që i lepin në fund ato ke mos i marrin cibukat, domethënë nga 300 lek, në kjo do shkoj diku ke 299 lek, përse tash është ulje drastike se duket si 0.1 lek për një cibuk, po se cibuka hahen në ditë, llogaritë domethënë. Është e tmerrshme, nejse. Në gazoza do t'i ulim, nga 1300 lek do t'i bëjmë 1298.9 lek, kështu që ky jam unë e lele, ky jam unë. Dhe më thonë, nuk ne i rris rogat, ne i vëldyp qmimet të animaton.